Urime të gjithëve, urime drejtor, e gëzofshim gjithë bashkë. T'ja fillojmë, Po. Jemi këtu bashkë me Ministrin e Ekonomisë Artoni Rizvanolli, me Kryetarin e Komunës Shtimës, Dr. Qemal Aliun, po ashtu me Drejtoreshën e Fondit të Kosovës për Eficiencë të Energjisë Njomza Hoxhën, me Drejtorin e Shkollës Profesionale Labinot Regjen dhe me nxënësit e mësimdhënësit për të shënuar një ndryshim të drejtë për drejtë në kushtet e punës. Kjo është edhe më rëndësishme kur bëhet fjalë për një shkollë profesionale, në të cilën mësimdhënia kthehet në shprehi pune, në aftësi praktike, në profesion zhvillimi dhe në shërbim për shoqërinë. Sot këtu na pritën edhe nxënësit e shkollës së mjekësisë, që bënë më të qartë se investimi në arsim është edhe investim në njerëzit që nesër do të kujdesëm për qytetarët tonë. Nëse duam mjek, infermier, teknik, profesionist e qytetarë të përgjegjshëm, atëherë duhet që shkolla të jetë vend i ngrohtë, i ndriçuar, funksional dhe dinjitoz. Në këtë shkollë, masat për eficiencën e energjisë janë gjithsej mbi 330.000 euro dhe nga ky investim përfitojnë afër 500 nxënës dhe punonjës të shkollës. Objekti i ka 3 etazhe me gjithsej 6.350 metra katror, pra bëhet fjalë për një objekt të madh me përdorim të përditshëm dhe me ndikim të menjëhershëm në jetën shkollore të qindra familjeve të komunës së Shtimës. Para masave të zbatuara, konsumi vjetor i energjisë në këtë objekt ishte parafërsisht 1.25 gigavator, ndërka që pas zbatimit të masave vlerësohet që konsumi do të bjerë në rreth 604 kWh në vit, që do të thotë diku përgjysmim. Dhe këto janë mjete të konsiderueshme financiare të cilat nuk do shkojnë më në humbje të energjisë, por mbeten në shërbim të shkollës dhe të komunës. Eficienca e energjisë një mend tingëllon si një term teknik, por në shkolla ajo kuptohet shumë thjesht, klasa më të ngrohta në dimër, ndriçim më i mirë, ajër më i pastër, më pak humbje, më shumë përqendrim dhe më shumë dinjitet për nxënësit dhe mësimdhënësit. Kjo është politika publike kur shihet nga afër në klasë, në bibliotekë, në laborator të shkollës, ku nxënësi mëson në kushte shumë më të përshtatshme. Projekti është pjesë e një reforme më të gjerë, gjatë këtij mandati qeverisës që kemi punuar në eficiencë të energjisë, janë renovuar mbi 120 ndërtesa publike në gjithë vendin, kryesisht shkolla dhe objekte shëndetësore. Në Shtime, investimet nuk ndalen vetëm këtu. Në kuadër të masave të eficiencës kemi renovuar edhe shkollat Hasan Prishtina dhe Menduraku, ndërka që kemi përkrahur edhe 44 familje në Shtime për izolimin e shtëpive të tyre. Synimi ka qenë që ta ulim konsumin e energjisë, të ulim kostot, të rrisim cilësinë e shërbimeve publike dhe të krijojmë kushte më të mira për qytetarët pa dallim. Për ne kursimi i energjisë është jo vetëm çështje financiare, por edhe ekonomike, sociale e mjedisore. E në këtë ditë nuk kemi se si të mos e kujtojmë me respekt edhe të ndjerën Ylka Fejzullahu, drejtore e arsimit në komunën e Shtimës, e cila me përkushtim ka kontribuar për zhvillimin e arsimit dhe avancimin në shkollat e kësaj komune.
Përfundimi i këtyre punimeve është pjesë edhe i angazhimit të saj institucional, të cilën vdekja na e mori para kohe, andaj sot e nderojmë me mirënjohje edhe Ylka Fejzullahun për punën dhe gjurmët që ajo ka lënë në komunën e Shtimës, veçanërisht në fushën e arsimit. Në fund dëshiroj që të falenderoj edhe Fondin e Kosovës për Eficiencë të Energjisë, Ministrën Rizvanoli, Ministrinë e Ekonomisë në përgjithësi dhe komunën e Shtimës me kryetarin Qemal Aliun, pastaj drejtorinë e shkollës, mësimdhënësit dhe të gjithë ata të cilët kanë punuar e kontribuar për realizimin e këtij projekti. Nxënësve ju uroj mësim të mbarët mirë, mësimdhënësve punë sa më të lehtë e më të suksesshme, ndërkaq shkollës profesionale i uroj që këto kushte të reja të kthehen në rezultate e suksese edhe më të mëdha në të ardhmen. Urime gëzuar e ju falenderoj gjithëve. Përshëndetjem gjithëve, i nderuar kryeministër, kryetar, drejtori i shkollës, është kënaqësi që të jem këtu prap. Herën e kaluar që kam qenë këtu ka qenë për urimin e krenit, lidhjes së shkollës në internet të shpejt dhe në rrjetin e Kosovës për edukim dhe hulumtim, të cilin kryetari po më thotë që studentët dhe mësimdhënësit po e shfrytëzojnë, prandaj gëzohem që është kështu. Kënaqësi që këtë herë të jemi këtu për të përuruar një investim që po bëhet me financim të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me një fond në total prej 3.8 milion euro, të cilin e kemi ndarë në dhjetor të vitit 2024 dhe rezultatet të cilit po i shohim tani. Kjo është në mesin e 13 objekteve komunale, shumica prej tyre shkolla dhe 3 prej tyre në Shtime, siç e përmendi edhe kryeministri, në të cilat po investohet për të rritur eficiencën e energjisë. Në këtë shkollë specifikisht, konsumi i energjisë është ulur përafërsisht mbi 50%, dhe kjo nuk është veç një shifër, kjo do të thotë që secili cent që kursehet në konsum të energjisë lirohet nga komuna për investime të tjera, për qëllime të tjera, dhe kjo është edhe një dëshmi që sistemi, fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë po funksionon si një sistem qarkullues i cili së shpejti pritet të bëhet i veçëndrueshëm. Çka do të thotë kjo? Në vend se komunat të paguajnë fatura të larta të energjisë, ndërkohë që nxënësit e mësimdhënësit nuk janë në kushte të rehatshme e të dinjitetshme, faturat e energjisë ulën, ndërsa komuna e paguan këtë e kthen këtë bërgj kushtimisht gradualisht me kursimet nga faturat për gjatë një periudhe 10-15 vjeçare dhe pastaj kjo i mundson Fondit Kosovës për Eficiencë të Energjisë që këto mjete të shfrytëzoj për të bërë investime të tjera. Në fakt Kosova është bërë shembull për këtë mekanizëm të eficiencës së energjisë në mbar botën dhe tani po përdoret si shembull i mirë edhe në shtete të tjera. Dua të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar, veçanti fondin për zbatimin e projektit, mirë po edhe komunën e Shtimës dhe kryetarin në veçanti, që është tejet proaktiv dhe aktiv. Jam shumë e gëzuar që tash së fundmi kemi filluar edhe projektin më të ri në vlerë 75 milion euro, brenda të cilit do të investohet në investime të ngjashme në 400 ndërtesa publike dhe Shtimja gjithashtu do të jetë një nga komunat. Herën e fundit kur kam folur me kryetarin për këtë, ja përmenda, thash kryetari mos i harro, edhe 2-3 shkolla ja përmenda që në listë aty për investime, kryetari tha duhet të tjerat se këto veç i kam kry vet. Është gjithmonë kënaqësi të shohim kryetar të tillë që përveç bashkëpunimit janë proaktiv dhe kryejnë punë vet sa më shumë që mundën me buxhetin e vet, dhe për ne është kënaqësi që të ndihmojmë aty ku vullneti edhe koordinimi është kaq i mirë sikur me ju. Sigurisht edhe drejtorin e shkollës dhe të gjithë nxënësit e mësimdhënësit i falenderojmë për durimin, sepse investimi në afat të shkurtër krijon pak parehati, mirë po besoj që kjo është në favor të shumë viteve të ardhshme në kushte më të rehatshme dhe urime të gjithëve për këtë. Faleminderit ministre, të nderuar media, të nderuar qytetar, bashkëpunëtor, sot është ditë e lumtur për komunën e Shtimës. Kam nderin këtu me qenë me kryeministrin Kurti, me ministren Rizvanolli, me drejtoreshën e fondit Zonjën Hoxha, me drejtorin e shkollës zotin Labinat
dhe me gjithë stafin e profesorët dhe nxënësit siç po e shihni në shkollën profesionale. Ne përmes përkrahjes nga fondi i eficientës dhe nga Qeveria e Republikës Kosovës kemi investuar në 3 shkolla të mëdha në komunën e Shtimes. Një nga ato është edhe kjo shkolla profesionale, shkolla Emin Doraku, shkolla Hasan Prishtina, përmes një fondi rreth 880.000 euro. Dhe këto shkolla janë rikonstruktuar nga fillimi dhe në këto shkolla përveç se do të ketë kushte bashkëkohore për mësim-dhënie, do të kemi edhe kursim të energjisë që do të jetë pothuajse e përgjysmuar energjia e harxhuar. Mos të harrojmë të përmendim që përveç këtyre 3 shkollave, paraprakisht në periudhën 2022-2023, përmes përkrahjes nga fondi i eficiencës kemi kryer edhe 2 shkolla të tjera, përkatësisht shkollën Emin Duraku, shkollën e mesme të fillore dhe gjimnazin Naim Frashëri. Ne po vazhdojmë me e transformu, domethënë, arsimin dhe të gjithë sektorin komunën e Shtimes, normalisht me përkrahjen e pakursyer edhe të kryeministit Kurti, e në këtë rast edhe të ministres Rizvanolli. Vetëm përmes fondit të eficiencës janë rinovuar totalisht, siç e përmenda, 5 shkolla me një shumë për afërsisht rreth 1.2 milion euro. Kushte këto që na kanë mundësu me lehtësi me përballu, domethënë, ndërhyrjen në këto shkolla, sepse siç e përmendi ministra, ne pastaj do të kemi mundësi që për 15 vite me këste që do t'i kursejmë pikërisht nga kursimi i harxhimit të energjisë të i paguajmë, domethënë, këtë fond dhe këto pare. Ajo që po na mungon, siç edhe përmendi kryeministri Kurti, është ajo që e ka ndoshta meritën kryesore, është drejtoresha jonë e dashur Ylka Fezullahu, drejtoresha e DKA-s, të cilën fatkeqësisht e mori vdekja parakoshëm, e cila ka qenë proaktive dhe direkte involvume në implementimin e këtij projekti. Ne ato nuk do të harrojmë asnjëherë, kontributin e saj dhe vlerat e saj, dhe do të mundohemi që punën e saj ta kthejmë në energji pozitive dhe në kujtimet më të mira. Unë e falenderoj kryeministrin Kurti, ministrin Rizvanolli, drejtoreshën e fundit, e falenderoj edhe ekipën e komunës Shtimes, DKA-n dhe drejtorin, që kanë qenë bashkëpunues dhe në kohë rekord kemi arrit me implementu edhe shpejt, edhe bukur, edhe cilësisht këtë projekt në këtë shkollë dhe në shkolla tjera. Falenderoj shumë. Përshëndetje të pranishëm, përshëndetje nderuar kryeministër, nderuar ministre, nderuar kryetar, nderuar drejtori i shkollës. Është kënaqësi që sot po përorojmë të 3 ndërtesa publike në vazhdimsi edhe të 2 investimeve paraprake që Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë i ka realizuar në bashkëpunim me komunën e Shtimës. Këto përfitime, siç u përmendën, kanë arritur një vlerë mbi 1.3 milion, me përfitues mbi 3.000 nxënës dhe mësimdhënës. Të gjitha këto fonde i kemi pas donacion nga Qeveria e Republikës së Kosovës, ku edhe i falenderohemi që kemi arrit me realizu këtë projekt në bashkëpunim me komunën e Shtimës, që kemi pas një bashkëpunim të mirëfillt. Bashkëpunimi jonë urojmë që të mos mbaroj këtu. Qeveria e Kosovës në vazhdimsi është e përkushtuar që të zgjerojë investimet në eficiencë të energjisë. Kjo duke nënshkruar dhe marrëveshjen me kredis në vlerë në 50 milion me berë dhe grantet të siguruara nga Qeveria e Kosovës, Bashkimi Evropian, që të vazhdojmë tutje në drejtim të implementimit dhe të strategjisë së energjisë së vendit tonë. Ju falenderoj gjithëve, uroj që të bashkëpunojmë tutje dhe nxënësit dhe mësimdhënësit të gëzojnë gjitha këto investime. Faleminderit.